pushime mira dhe bëjmë thirrje që nesër më shumë, 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 për ne kjo është vera e shpresës, ndërsa për këtë qeveri të korruptuar dhe për këtë kryeministër, kjo është vera e vetmisë së madhe. Për ne kjo është vera që e kemi pritur për vite me radhë. Është vera e qëndresës, është vera e shpresës, është vera e Shqipërisë më të mirë për të gjithë shqiptarët. Nesër më shumë, ne bëhemi gati edhe sot si çdo ditë tjetër për të bashkuar paqësisht në rrugët e Tiranës, atësoj që e përcjellim çdo ditë në bulevard midis mira qytetarëve, atësoj që e përcjellim nëpërmjet mediave të qindra mira shqiptar e miliona shqiptar në çdo qytet të Shqipërisë dhe në diasporë. Këtë zë, këto thirrje, këto kërkesa i të çojmë në çdo rrugë të qytetit të Tiranës,